Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës, për të ndarë rrëfimin e radhës, për të ndarë historinë e radhës. Kjo letër që do dëgjoni, më besoni që është një letër shumë e ndjerë, një letër shumë e dhimbshme, një letër që askush besoj nuk dëshiron të përjeton një ngjarje të tillë. Motra e marton vëllan, por nga buri me një kulturë të rëndë, me një sjellje të rëndë, motra akoma nuk e din a do të shkoj apo nuk do të shkoj në dasëm të vllaut. Vëlla i dashur, nuk e di nëse kjo letër do të arrijë ndonjëherë ashtu siç dua unë. Nuk e di nëse do të mund të ta them gjithçka që kam në zemër përballë syve të tu. Prandaj po e shkruaj këtë letër me shumë dhimbje. Po e shkruaj me lotët në sy, me duar që më dridhen dhe me një zemër që sot nuk e di nëse duhet të gëzohet apo duhet që të qaj. Sepse ti, vëlla im, të dielën do të martohesh. Dhe çdo motër do ta priste këtë ditë me padurim. Do të donte të ishte pranë vëllait të saj, t'i rregullonte diçka në veshje, ta përqafonte dhe t'i thoshte uroj që të jesh i lumtur. Të qante kur ta shihte nusen duke ardhur. Por unë ende nuk e di nëse do t'jem aty. Ende nuk e di nëse do të mund të kaloj atë derë të dasmës. Ende nuk e di nëse do të kem mundësi të shoh duke nisur një kapitull të ri të jetës tënde. Dhe kjo në të vërtetë është dhimbja që nuk di në asnjë mënyrë se si ta shpjegoj. Sepse nuk është se unë nuk dua të vi. Zoti e di sa shumë dua që unë të vi. Do të doja të isha aty më shumë se çdo gjë tjetër. Do të doja të shihja me kostumin të dasmës, të martesës. Do të doja të përqafoja fort edhe të thoja vëlla, sot po të lë në një jetë të re. Por për mua do të mbetesh gjithmonë ai djali i vogël që ka dashur edhe të më mbroj. Por jeta ndonjëherë të vendos përballë pengesave që realisht nuk i ke zgjedhur vetë. Dhe sot ajo që më dhëmb më shumë është se një njeri tjetër vendos nëse unë do ta shoh apo jo vëllaun tim në ditën e tij më të rëndësishme të jetës. Buri im nuk më lejon që unë të takoj. Dhe ndoshta njerëzit që do ta dëgjojnë këtë do të pyesin si mund të jetë e mundur që një motër të mos mund të takoj vëllaun e saj. Edhe unë e pyes veten, në të vërtetë e pyes veten çdo ditë. Si arritëm ne të dy deri këtu? Si mund të vi një ditë kaq e rëndësishme për ty dhe unë të jem duke menduar nëse unë personalisht do të kem lejen që të vi.
Si mund të jetë dasma e vëllait tim edhe unë të mos di nëse do t'jem pjesë e saj, apo nuk do t'jem. Ndoshta dikush do të më gjykoj. Ndoshta dikush do të më thotë se unë personalisht duhet të luftoj. Ndoshta dikush do të thotë se duhet të vi pa marrë parasysh asnjë gjë. Por askush nuk e di se çfarë kam përjetuar unë. Askush nuk e di sa herë kam qarë unë në heshtje për ty. Askush nuk e di sa herë kam marrë telefonin në dorë për të telefonuar dhe pastaj unë atë telefon e kam lënë përsëri. Askush nuk e di sa shumë më dhëmb kur shoh që koha po kalon dhe unë po humbas momentet me ty. Dhe sot të dielën ti martohesh. Të gjithë do t'jenë aty, familja do t'jetë aty, miqtë do t'jenë aty, do të ketë muzikë, do të ketë valle, do të ketë urime, do të ketë buzëqeshje, dhe unë ndoshta do t'jem diku larg, duke parë telefonin dhe duke pyetur veten. Apo martohet vllau im? Si duket? A është i lumtur? Apo qesh? Apo mendon për mua? Dhe kjo pyetja e fundit më copëton. A do të mendosh për motrën tënde? A do të kujtohesh për ditët tona? Për fëmijërinë? Për kohët kur ne ishim bashkë? Për ato ditë kur nuk ishim asnjë gjë tjetër veç njëri tjetrit. Vëlla, a e mban mend sa herë kemi qeshur bashkë? A e mban mend sa herë jemi grindur për gjëra të vogla dhe pas pak minutash ne kemi harruar gjithçka? A e mban mend kur ishim fëmijë dhe mendonim se do të qëndronim gjithmonë pranë njëri tjetrit? Ne u ritëm e jeta na shpërndau. Secili mori rrugën e vet, por unë gjithmonë e kam mbajtur një vend për ty në zemrën time. Dhe ai vend nuk është zëvendësuar kurrë. Asnjë largësi nuk e ka fshirë, asnjë debat, asnjë keqkuptim, asnjë njeri. Ti je vëllai im, dhe kjo është gjithçka që nuk ndryshon. Të dielët kur të veshësh rrobat e dhëndrit, ndoshta do të ndihesh i emocionuar. Ndoshta do të kesh pak frikë. Ndoshta do të mendosh për jetën tënde që po të fillon. Dhe unë dua të them vetëm një gjë. Bëu i lumtur. Edhe nëse unë nuk jam aty, edhe nëse unë nuk të përqafoj, edhe nëse unë nuk mund të them urime duke të parë në sy. Urimi im do t'jetë me ty, lutja ime do t'jetë me ty, dashuria ime do t'jetë me ty. Dhe nëse nuk do të mund të jem në dasmën tënde, kjo nuk do të thotë se nuk jam më me ty. Do t'jem aty në mendimet e mia. Do t'jem aty në çdo lot që do të bjerë nga syt. Do t'jem aty kur të dëgjoj lajmin se ti, vëlla, u martove. Nuk e di çfarë do të ndodhë deri të dielën. Unë do të duaj gjithmonë si motra jote. Edhe kur jeta na largon, edhe kur njerëzit na ndajnë, edhe kur fjalët realisht mbeten pa u thënë.